në një prej kupolave më të mëdha të botës, 37 metra e gjerë, 60 metra e lartë, në pallatin e parë prezidencial të Abu Dhabit, pallatin e kombeve si quhet, I cili përfaqëson të gjitha Emiratet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Është pallati I presidentit, më pas vjen pallati I zëvendës presidentit dhe pallati I princit kurorës së Abu Dhabit. Kjo është një prej kupolave më të mëdha të botës, të listuara, shiheni thash edhe një herë, 37 metra të diametrit dhe 60 ca metra lartësi në pikën qendrore që vjen eksaktësisht këtu ku jam unë. Është një prej mrekullive të Abu Dhabit I mbaruar në 7 vite nga viti 2010 deri në vitin 2017 prej 360.000 metra shkatror ose 53 fusha futbolli dhe me një prej mozaikëve më të bukur që mund të shohësh të ngjashëm me teknikën indiane dhe persiane të Taj Mahalit dhe mrekullive tjera të botës islame, në qendër të një prej kupolave më të mëdha të botës.